Janë shfaqur imazhe të reja të një prej avionëve luftarak futuristik të Kinës, një aeroplan me 3 motor, me krah fluturues pa bish të cilin analistët perëndimor e kanë quajtur J-36. Sipas mediave të huaja, është e paqartë se kur janë shkrepur pamjet të cilat janë marrë nga një video, por ato u shfaqen në faqet e mediave sociale kineze të hënën dhe tregojnë avionin duke fluturuar mbi një autostradë pranë pistës së Chengdu Aircraft Industry Group, fabrika në provincën Sichuan ku besohet se është bërë avioni i ri. Imazhet e avionit J-36 u shfaqën për herë të parë në media sociale kineze në fund të vitit të kaluar, duke tërhequr shpejt vëmendjen e entuziastëve të avionëve dhe analistëve ushtarak. Më shumë pamje u shfaqën në internet muajin e kaluar. Avioni mendohet të jetë një aeroplan i gjeneratës së 6 që përfshin teknologjinë më të fundit të fshehtë të avionëve dhe inxhinierinë e termocentraleve dhe kornizave ajrore. Eksperti i aviacionit ushtarak David Sensioti, një ish oficer i forcave ajrore italiane, tha në rrjetet sociale se videoja prej 6 sekondash jep një vështrim nga afër të dizajnit të avionit J-36. Forcat ajrore të ushtrisë çlirimtare popullore kineze do të debutojnë zyrtarisht avionin e tyre luftarak J-35A javën e ardhshme. Ndërtimi i motorit trijet me 2 hyrje të motorit nën krah dhe një hyrje të montuar në shpinë pas kabinës është një largim nga instalimet konvencionale me 2 motorë që shihen në shumë luftëtar bashkëkohor. Kjo risi mund të ofrojë avantazhe në aspektin e shpejtësisë dhe rezistencës, shkroi Sensioti.